do të përsëritet verdikti i dhjetorit? Mendoj që jemi dhe shumë mirë. Jemi shumë mirë, nuk po kam dëshirë me folë, po, nuk po kam dëshirë me folë në tema shumë ideales, besoj që jam shumë pragmatike në këtë nivel. Ideja është që pa tjetër që bashkëprezedimet me qytetarë, dhe më thënë, janë ato që në të regojë më së miri gatishmërinë e tyre dhe se si që ndrojnë, dhe më thënë, në teren. Kur ju ka prezentu kryetari i Lëvizjes dhe Vendosje si kuadër në listën zgjedhore, ka pas raportime që në njërin prej projekteve shkencore, punimeve që e keni quajtur populist. A na shpjegoni që do të thotë kjo qasje? Faleminderit faleminderit shumë për hapësirën, për këtë çështje, sepse është diçka që kam dashur tash sa kohë ta sqaroj. Unë e di që faktikisht ka qenë prej lajmeve të para që ka qarkulluar në ardhen time në Lëvizje dhe Vendosje. Problemi kyç, ose çështja, si jo problem, po çështja kryesore ka qenë vetë titulli tendencioz, edhe sensacional, që ka qenë që kandidatja për deputete, po tregon ngjashmëri mes Kurtit dhe Vučićit. Këtu vlen të ceket fillimisht që unë vjen nga aspekte dhe nga gjuha e pragma lingvistike, që faktikisht është një degë e gjuhësisë, e cila studion komunikimin për te asaj çka thuhet. Nisur nga kjo, në punimin tim shkencor, të cilin kam realizuar së bashku me mentorën time të studimeve në Britani të Madhe, Thora Tenbrick, që është një profesoreshe jashtëzakonshme, edhe tjetër përgatitur edhe profesionale. Qëllimi i diskutimit apo në këtë rast i punimit shkencor ka qenë thjesht të bëhet një krahasim në nivel gjuhësor, as pak në aspekt në nivel politik, ka qenë diskursi politik, që do të thonë ajo që ka thuhet në kuadër të raportimit apo në kuadër të polarizimeve diskursive mes njëri tjetrit, por asnjëherë në kuptimin e kontentit apo në ato në përbërjen edhe e komunikimeve.